edhe kam përshtypjen se kështu do të vazhdojnë deri në fund, edhe pas zgjedhjeve, sepse sipas sa është analizuar ligji elektoral, është e rëndësishme ajo që tha mentori përqindja, sepse do japi, unë besoj që përqindja do të jetë e lartë, por ligji elektoral do ta reduktojë në mënyrë modeste dhe do të kemi vetëm personazhet kryesorë në parlament, të cilët mua më rezulton që nuk do të bëhen bashkë. Asa Gronsheje, asa Arlin Qori, do të vazhdojnë bashkë këta të dy. Nuk e di do hynë partitë e reja me politikanë të vjetër që kanë në sondazhe përqindje shumë modeste për fat keq, i mbajnë dy partitë e mëdha, të cilat në fundit sipas ligjit elektoral do marrin dhe votat e këtyre partive të reja. Sepse kush nuk do të plotësoj shifrën e dur, numrat e dur, ato vote do të shkojnë në favor të partive më të mëdha. Sipas një ekuacioni çik vështirë për qytetarët, po ato partitë e mëdha i marrin gjithmonë. Kështu që kanë demonstruar që janë të reja, po edhe me mendësi të vjetra, sipas mendimit tim personal. Megjithatë, nëse mund të bëjmë një analizë edhe për mënyrën se si dhe Berisha ka bërë fushatën mentor. Ti e ke ndjekur prej vitesh, edhe besoj të tërë deri diku, nuk po them surprizuar, por kemi parë një Berish pak më të qetë, më të vetë përmbajtur. Si e ke parë protagonizmin e tij në këto zgjedhje, këto fushatët, le të themi, zgjedhore? Unë mendoj që Partisë Demokratike apo grupimi më të madh opozitar në këto zgjedhje i mungoi pikërisht Berisha. I mungoi ai Berisha që mbaj mend. Sepse Berisha ka qenë agresiv në retorik, agresiv deri në etiketime, në sulme personale, dhe në këtë mënyrë pjesa e militantëve të partisë apo dhe një target tjetër i shoqërisë mbajnë mend atë fushatën me energji dhe agresivitet. Dhe kjo bëri që në këto zgjedhje jo një, po disa njerëz që takojmë thonë, po si shumë e vakët kjo fushata e opozitës, nuk ka nerv, nuk ka energji. Sa ka ndikuar lasivita në këtë? Ishte pikërisht. Unë mendoj që unë e kam pyetur Berishën drejt për drejt. Mbrëm e ke pyetur. Mbrëm, po fiks. Për ndryshimin e kësaj strategjie. Dhe ai thotë që do me thënë thotë që jam pjekur më në fund. Dhe kjo është lajmi mirë. Më në fund, okej. Është zgjedhja ime. Se në Elbasan nuk ishte aq i pjekur. Por unë mendoj që kjo është qasja e re nën konsulencën e kompanisë që Partia Demokratike ka zgjedhur për tu zhvendosur nga ajo që quhet fushat negativiste dhe agresive tek fushata pozitiviste dhe me program. Partia Socialiste nuk ekspozoi një program të qartë, përveç se një pakete premtimesh për të mos dalë pa premtime fare, por i mëshoi më shumë retorikës, metaforës, shpesh fyerjes, bullizimit, batutës për të krijuar çik hilaritet, për të dhënë çik më shumë trajt festive, çik folku, ku njerëzit mes mitingut ta shikonin mitingun politik edhe si një lloj aktiviteti artistik, shkën kalojmë 2 orë kështu me qef me aty. Partia Demokratike zgjodhi që të fliste për program, për pensionet, për pagat, për taksat, për investimet, pra ishte një ndryshim thelbësor këtu në fushatën e Partisë Demokratike. Ajo që mbetet parë në këtë këndvështrim duket një gjë që thua, kjo është fushata që duhet bërë. Sepse njerëzit duhet dinë se çfarë do bësh ti që unë do të votoj. Por ne dim shumë mirë që jo në Shqipëri, por në çdo vend qytetarët nuk është se vënë përpara 4-5 programet, i lexojnë ato gjitha nga kaq sa janë, bëjnë analiza dhe thonë pastaj zgjedh kë do votoj. Është shumë e rëndësishëm, vota është sa programatike aq edhe politike. Ndaj merr gjithmonë vlerë, bile sondazhet në Shqipëri tregojnë që programi është faktori i tretë këtu. Votohet leadershipi, votohet partia, pastaj shikohet programi. Ndaj politikanët janë të prirur që kur futen në zgjedhje të kenë skicuar edhe në një farë mënyrë se kush do të jenë njerëzit që do qeverisin. Dhe kjo vlen më shumë për opozita, sepse majoranca e ka qeveri ndërkohë dhe aty e ke ndash vlerësoje dhe mbaje, ndash mos e vlerëso dhe rrëzoje.